Një tryez diskutimi për integritetin e zgjedhjeve u zhvillua të njëjtën me pjesëmarrjen e kreut të KQZ-s Ilirian Celibashi, drejtuesin e SPAK-ut Altin Dumani, përfaqësues të institucioneve të ndryshme të angazhuara për zgjedhjet dhe shoqërisë civile, ashtu morën pjesë edhe ambasadorë të huaj të akredituar në Shqipëri. Në fjalën e mbajtur në këtë aktivitet, kreu i strukturës së posaçme foli me shifra për punën e SPAK lidhur me krimet zgjedhore për procesin e votimeve të 11 majit. Dumani bëri me dije se pati në total 192 procedime, nga të cilat 43 u regjistruar në prokurorinë e posaçme. Janë administruar gjithsej 192 materiale që lidhen me dyshime për krime zgjedhore. Nga këto, 43 materiale kallëzuese janë regjistruar si procedime penale. Pra e kanë kaluar në fazën e hetimit. Për 43 është vendosur mosfillimi i hetimit për mungesë të elementeve të veprës penale. 40 materiale kallëzuese janë dërguar për kompetencë pranë prokurorive të rrethave gjyqësore apo drejtorive vendore të policisë. 22 materiale janë dërguar për verifikim në drejtorinë vendore të policisë për informacion shtesë dhe 17 materiale janë bashkuar me materiale të tjera ekzistuese, si dhe një pjesë është në proces verifikimi. Nga 43 procedime penale të regjistruara për krime zgjedhore, 22 janë iniciuar mbi bazën e referimeve nga Policia e Shtetit. Një procedim është referuar nga Shkërbimi i Kontrollit të Brendshëm të Burgjeve. 9 procedime, siç e thash pak më parë, janë regjistruar kryesisht me iniciativë të prokurorisë së posaçme. 3 procedime kanë ardhur si rezultat i kallëzimeve nga shtetas të ndryshëm. 3 janë referuar nga prokuroritë e rrethave gjyqësore. 4 janë bazuar në kallëzimet e subjekteve politike dhe 1 është ndarë nga një procedim tjetër penal i regjistruar më parë për një vepër penale tjetër. Nga totali i procedimeve, 35 procedime janë regjistruar për vepër penale të korrupsionit aktiv në zgjedhje, parashikuar nga neni 328 i Kodit Penal. Dumani shpreh se prokurorët e posaçëm ushtruan kontrolle në banesa dhe në zyra, sipas tij janë sekuestruar prova të rëndësishme që do t'i shërbejnë procesit të hetimit. Hetimet për shumë nga procedimet penale që unë përmenda janë aktive, ku më duhet të them se janë ushtruar disa kontrolle banese, zyre, personale. Janë ekzekutuar 20 vendime gjykate për lejim kontrolli të ambienteve të ndryshme dhe personave të ndryshme. Janë sekuestruar prova dokumente dhe prova të tjera të rëndësishme që do i shërbejnë procesit të hetimit. Ndër të tjera, numri 1 i SPAK tha se kallëzimet e partive kanë qenë të paplota dhe jo të sakta. Ashtu bëri me dije se SPAK është vënë në kontakt me denoncuesit e partive dhe qytetarët që kanë depozituar kallëzime. Duke referuar materialeve të partive politike që kanë mbritur në SPAK, kemi vënë re se kallëzimet e tyre kanë qenë të paplota dhe shpesh jo të sakta. Pavarësisht se kanalet e raportimeve tona kanë qenë të shumta, veç postës, institucioni ka vendosur në dispozicion të qytetarëve një email të posaçëm për raportime, sinjalizime si dhe numrin e gjelbër. SPAK është vënë në kontakt me denoncuesit e partive politike dhe pas verifikimeve është konkluduar. Në çdo rast dhe për çdo shqetësim, çdo problematik të ngritur nga subjekte politike apo nga organizatat e shoqërisë civile, SPAK ka bërë verifikimet përkatëse. Për çdo rast. Për çdo kallëzim të bërë, Prokuroria e Posaçme ka kryer gjitha verifikimet e nevojshme në një kohë të shpejtë, duke konkluduar në vendimarrje konkrete. Pak muaj para zgjedhjeve, KQZ firmosi marrëveshje me SPAK dhe Prokurorinë e Përgjithshme me qëllim shkëmbimin e shpejtë të informacionit për mbarvajtjen zgjedhore. Marrëveshja parashikonte koordinimin e punës për parandalimin, identifikimin dhe ndjekjen e veprave penale që lidheshin me zgjedhjet, si dhe krijimin e një mekanizmi të qëndrueshëm për shkëmbimin e shpejtë dhe efikas të informacionit mes institucioneve të përfshira. Ky bashkëpunim i strukturuar synonte jo vetëm parandalimin e krimeve zgjedhore, por edhe ndëshkimin e çdo shkeljeje që cënon të procesin, duke forcuar kështu drejtësinë zgjedhore dhe garantuar që çdo veprim kundër votës së lirë të merrte përgjigjen e duhur ligjore.